Një situatë shumë shqetësuese ka dalë në pa në qytetin e Vlorës, ku janë raportuar raste të helmimit të qenëve dhe zhdukjes së tyre nga territori përreth qytetit. Aktivistë dhe vullnetarë që kujdesen për kafshët janë ngritur në alarm për këtë fenomen që po merr për masa të frikshme, sidomos gjatë pranverës. Denoncimi i një shtetase italiane që prej vitesh jeton në Vlorë. Përshëndetje, dua të raportoj një ngjarje shumë të rëndë që ndodhi sot, 22 mars në orën 13. Një nga qentë ndërcak për të cilën kujdesesha personalisht prej kohësh ishte helmuar. Prej 3 ditësh mungojnë edhe 2 qenë të tjerë që nuk po arrit të gjej. Ndoshta është rastësi, por 3 ditë më parë pash në të njëjtin vend disa punonjës të gjelbërimit të Bashkisë Vlorë me një kamionçin duke punuar. Gjithashtu dje, gjatë një shëtitjeje në Lungomare afër konsullatës italiane, qeni një shoqe italiane hëngri një copë të vogël sallamit të helmuar. Me njëherë u ndje keq dhe u dërgua urgjentisht te veterineri, i cili arriti të stabilizoj, por kafsha ende nuk është jashtë rrezikut për jetën. Kjo situatë është shumë shqetësuese dhe rrezikshme jo vetëm për kafshët, por edhe për fëmijët apo njerëzit që frekuentojnë këtë zona. Shpresoj të merren masa urgjente për të hetuar se çfarë po ndodh dhe për të parandaluar raste të tilla. Po ashtu një grup vullnetarësh që janë duke ndihmuar kafshët e ndërcake të qytetit kanë raportuar se janë përballur me një situatë të ngjashme, ku qentë po helmohen masivisht duke përdorur sallam të helmuar, ndërsa zëra të panjohur sugjerojnë se mund të jenë punonjës të bashkisë të përfshirë në këto aktivitete. Sipas tyre, kjo është një problematikë që është vënë re çdo vit gjatë pranverës me zhdukjen e qenëve dhe helmimin e tyre.